Restaurimi I fasadave të pallateve në qytetin e Shkodrës po vjen. Aktualisht po punohet në bulevardin Mehmet Pash Plaku. Ky projekt I financuar nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit ka për qëllim rigjenerimin e fasadave duke përdorur sistemin kapot për rrjetin e eficiencës energjetike dhe rritjen e qëndrueshmërisë së objekteve për një periudhë më afatgjate. Banorët që jetojnë në këtë blok pallatesh vlerësojnë punimet që po realizohen. Është shumë bukur fasadat. Bravo I qoftë. Bolle mirë ashtu apo na. Ti puno boll një ti et boll mirë po. Kush I ka rregulluar këtë qysh me ndërhoqjen më rrobur. Që ka rregulluar ti dhe kush është. Shumë bukur. Përse fjalë shumë bukur, shumë mirë, faleminderit duhet më thonë këtu ne që kanë investuar për këtë punë. Ona përveç anës estetike është edhe ajo që ndihmën ruan ngrohtësinë e nverë është freskia. Pallatet që po restaurohen, po kthehen 3 herë 3. Po ti ishte investuar qysh po 90-ën që janë ndrur sistemi. I blu e beroz. Çfarë do të thonë kjo? Çfarë? Një model jon. Janë 22 pallate pjesë e këtij investimi në pjesën e dytë të projektit që po realizohet në qytetin e Shkodrës. Ky investim shtrihet nga lagja Xhabie deri në bulevardin Mehmet Pash Plaku, gjithashtu edhe në lagjën Rus.